Pasi zonja është paraqitur në zyrën e njësisë administrative, ku ka kërkuar të bëjë një mur nga fillimi, kërkesën ja kemi marrë shqyrtim kërkesën dhe i kemi thënë që për mur nga fillimi ne nuk të japim leje, janë kompetencat e bashkisë për të vajtur atje. Ne vetëm riparim, ne një 6 njëshin riparim të murit ekzistues. Për më shumë të drejtohet në bashki, kemi thënë. Është drejtuar në bashki? Është drejtuar në bashki Klodiana, është verifikuar nga specialistët e bujqësisë edhe zyrës të koordinimit dhe i kanë thënë që është rrugë aty. Kaq. Nga mua nuk kam pengesa. Klodiana është paraqitur në bashkia. Pas disa kohësh më ka marrë kryeplaku në telefon dhe më ka thënë që ajo ka vazhduar hapur themelet e murit atje. Unë kam mendje një instancat përkatëse, si zyrën e IKMT-n e bashkisë. Në ky moment unë nuk kam fare dieni pasi se çfarë është bërë. Thjesht më kanë thënë që është një ndërtim pa leje. Më ka thënë specialistët e IKMT-s. Zonja Klodiana pretendon që muri rrethues sot është bërë në tokën time, thot dhe ka qenë ekzistues një pjesë e këtij muri. E keni verifikuar këtë pjesë? E kemi verifikuar, unë nuk e di, më duket se kam disa foto që më ka çuar punonësit. Pasi e kam verifikuar. Në atë parë ka bërë në tubacionin e ujit të pishëm. Mbi tubacion? E ka ndërtuar atë. Që nuk me lish nuk është e ishme të ndërtosh atje. Po ta afrosh, edhe po ta shikosh në këtë themel është bërë muri i zonjës Klodiana.